Shumë e rëndësi me e thonë është kjo, plani zhvillimor komunal është dokumenti i dytë ma i rëndësishëm në Republikën e Kosovës mbas Kushtetutës së Republikës së Kosovës. E ka për qëllim rregullimin e jetesës së të gjithë qytetarëve të cilët jetojnë në qytet. E para është jo e moralshme, domethënë që në fund të mandatit të tentohet të miratohet një plan kaq i rëndësishëm. E dyta, sa i përket transparencës, këta po thonë që po japin një afat 30 ditor për konsultime publike, mirë po kjo nuk është moralisht korrekte, për arsye se 30 dit nuk jenë të mjaftueshme me analizu një dokument i cili pothuaj është në draft final. Edhe na në Kosovë e dim se si funksionojnë debatet publike, domethënë është një procedurë shumë formale, domethënë ku veç është tentu në një farë mënyrë vetëm u kalu ky plan zhvillimor komunal pa debate të mirëfillta në për lagje ose në për vende të ndryshme. Domethënë duhet mu pyet qytetarët në mënyrë decisive a janë pro ose kundër këtij plani zhvillimor komunal. Edhe në aspektin profesional, domethënë i kam disa vërejtje, e ato janë domethënë unë dyshoj shumë që para sa ka një muj dy që dolën statistikat e reja të Kosovës, që këta kanë arrit profesionalisht me marrë statistikat e reja të agjencionit të statistikave të Kosovës, për me mund me inkorporu edhe me analizu në mënyrën e duhur në planin zhvillimor komunal. Ka me statistikat e vjetra, po? Po si mas mendimit tem, po se afati ka qenë jashtëzakonisht i shkurt për me mund. Nuk është aty vetëm merri informatat edhe futi të reja, po e kërkojnë një analizë të mirëfillt. Unë e përmenda aty një shembull. Domethënë përderisa kemi numër të zvoglum të banorëve në Kosovë, në anën tjetër kemi rritje të numrit të banesave në Kosovë. Kjo lyp një analizë, lyp ekspertizë, për me mund na me ditë sa kemi nevojë më tepër për beton apo për parqe edhe për vende të gjelbërta. Cilës lagje jeni që po? Unë jam i lagjës Lakrishte, domethënë jetoj në Lakrishte, po është një temë me të cilën merren domethënë me vite ose edhe me dekada. Edhe dy sende shkurt pi përmendi. Ligji i ri për planifikim hapësinor është në miratim të sipër, edhe kish me qenë shumë e mençur që me prit ligjin e ri për planifikim hapësinor, që plani zhvillimor komunal të bëhet në përputhje me ligjin e ri për të cilin po besoj që duhet jetë më i avancuar se sa ky ekzistuesi, edhe fundit krejt ka mbi një dekadë që harta plani hapësinor i Kosovës nuk është miratu. Domethënë ka me vite të tana që plani hapësinor i Kosovës i ka kalu mandati, e plani zhvillimor komunal ishte dashur mu bazu në hartën e Kosovës. Domethënë edhe këtu kemi një diskrepancë me një fjalë profesionalisht më duket një hap i ngutshëm për me kalu kaq shpejt këtë dokument. Faleminderit.